nderuar, jemi rikthyer në studio për të kaluar në një kënd tjetër atë të intervistës. Në datë 28 prill, Spanja dhe Portugalia pësuan blackout total, pra pati një ndërprerje të energjisë elektrike për disa orë. Por si do të ndikoj kjo blackout dhe shkaqet e kësaj ndërprerje të energjisë elektrike në Spanjë dhe Portugali, do të kemi në një intervistë lidhje me Skype Emanuela Dyrmishin, eksperte e sigurisë shtetërore, eksperte e menaxhimit të sigurisë kibernetike, eksperte e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe politikave ekonomike të Bashkimit Evropian. Emanuela, të përshëndes dhe faleminderit që sonte me ne. Përshëndetje juve dhe faleminderit për ftesën. Sa i përket ndërprerjes së plot blackoutit të fundit në Spanjë dhe Portugali, si e vlerësoni, pra çfarë është arritur deri më tani të mësohet mbi shkaqet e kësaj ndërprerje të plot energjie? Atëherë, në fillim, si gjithmonë, u spekulua në arsyet e ndryshme që mund të ishin, midis të cilave edhe ajo e natyrës, në probleme që kishin ndodhur nga ana e valëve të ndryshme të natyrore dhe që kishin ndërhyrë në sistem. Gjë që ishte në fakt diçka e paqëndrueshme, sepse nuk mund të kishte pastaj një zgjerim kaq të gjerë në Spanjë, në Portugali, do kujtoja edhe në kufirin midis Spanjës dhe Francës. Ajo që ngelet, kjo u eliminua, po indagohet në ato që mund të jenë probleme sistematike të brendshme, apo probleme të jashtme, mbi të gjitha, mbi një sulm kibernetik të gjerë, në mas të gjerë, në sistemin e Spanjës. Nuk ka akoma shprehje në këtë drejtim, por këto janë dy nivelet në cilat më të pranueshme. Në qoftë se do të shkoja të analizoja në fakt mënyrën se si ka ndodhur apo hapësirën e gjerë që pati kjo problematik dhe shtrirjen gjeografike e lidhur me ato që janë asetet e Spanjës, të Portugalisë, do të thoja dhe të Francës. Për sa i përket sigurisë kibernetike, atëherë do të mendoja më tepër për një sulm kibernetik. Pastaj do presim se si do të shkojnë indagimet në këtë pikë. Të treja këto vende, Spanja sidomos dhe Portugalia nga ana tjetër, janë vetëm në 50% të kapacitetit të tyre të menaxhimit të një krize kibernetike. Çfarë do të thotë kjo? Që në qoftë se janë në 100% nga ana ligjore, në atë që është adeguimi i ligjit të vendit në nivelet europiane apo ndërkombëtare, ata janë në 100%. Për sa ju përket dhe mbrojtjes të dhënave, janë në një nivel të lartë, në një moment krize nuk kanë arritur dhe nuk kanë asetin e duhur për të përgjigjur në mënyrë të përshpejtuar. Në mënyrë praktike, në qoftë se ndodh një sulm kibernetik, përgjigjja që duhet të jepet është një përgjigje piramidale vertikale. Ato që kërkon adeguimi i ligjshmërisë, po flas për Komunitetin Evropian sepse jemi brenda Komunitetit Evropian dhe është diçka që janë ndryshime që janë bërë në vitet e fundit, sepse përpara, deri para 4 vjetësh ka qenë një Far Westi për sa i përket kibernetikës, ku vende dhe gjeopolitika të ndryshme luanin si donin me një paligjshmëri, do të thoja, sepse nuk kishte akoma ndërhyrje që i rregullonin asetet ligjore. Vertikale do të thotë kjo, që ti dhe ajo që kërkohet në fakt për çdo shtet, edhe nuk po flasim vetëm për ligjin, ligji pastaj duhet të kthehet në praktikë të përditshme. Në radhë të parë, nga ana strukturore, duhet të garantohet një aset i tillë i ndërtimit infrastrukturave kibernetike, dhe këtu energjia është shumë e rëndësishme sepse ndërhyrja e internetit, për ta thënë me fjalë të thjeshta, në pjesën energjetike është shumë e rëndësishme. Çdo gjë kontrollohet nga pjesa e kibernetikës. Atëherë, ne duhet të ndërtojmë asete të tilla që në qoftë se kemi një problematik në një pjesë të caktuar, atëherë kjo duhet të izolohet, ndërkohë të tjerat janë të gatshme të funksionojnë në mënyrë të pavarur, në kohë që rregullohet atje ku është patur problematika, por nuk shkakton problematika tek të tjerat. Nga ana tjetër, në mënyrë vertikale, duhet të kemi një menaxhim nga ana njerëzore dhe e komunikimit të tillë që nga baza të ketë një komunikim të shpejtë me pjesën lart deri në atë që është edhe komunikimi me asetet e ndryshme të niveleve të formimit
dhe deri në fund në komunikimin me atë që është popullsia e gjerë. Në këtë pikë Spanja është shumë problematike, po ashtu dhe Spanja në 60% është Franca. Kështu që pjesa më e rëndësishme dhe mendoj se kjo do të ka qenë problematika thelbësor që ka shkaktuar duke parë, si thash më parë, sa i gjerë ishte kjo problematik dhe si ndodhi, do të mendoja më tepër për një problem të pjesës kibernetike. Pastaj, se cila do jenë deklaratat zyrtare do e shohim me kohën, por nuk, me siguri nuk do e ekskludoja, anzi do të ishte mendimi dhe arsyeja më e qëndrueshme për sa i përket kësaj problematike. Kjo na tregon edhe sa energjia dhe kibernetika jo vetëm janë të lidhura, por sa aseti i tyre është shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të një vendi. Neve kohët e fundit, sidomos duke patur parasysh konfliktet globale që janë rritur jashtëmase, jo vetëm në lindjen e mesme, ato me Ukrainën, Rusin, në Sudan apo në Kongo, ku po rriten her pas here dhe po bëhen disa vatra të mëtejshme në Afrikë për sa i përket konflikteve, harruam që energjia është pjesa më e rëndësishme dhe në fakt Spanja na e kujton, Ukraina na e ka mësuar se sa kjo pikë është vulnerabël dhe është e nevojshme. Nuk mund të mendojmë ndryshe për të mbrojtur dhe për të çuar përpara vendin. Nëse do shkoja te Spanja, më vjen keq sepse në këtë moment qeveria spanjolle po përballet jo vetëm me atë krizë që në fund të fundit arriti ta menaxhojë në një farë mënyre, por edhe me ato që janë manipulimet për politikat që ajo kanë ndjekur. Do kujtoja që Spanja, ndryshe nga të gjitha shtetet e komunitetit evropian, duke filluar nga viti 2021 edhe më sot, për sa i përket energjisë, bëri ndërhyrje të tilla që u quajtën shokuese nga vendet e tjera të komunitetit evropian për të mbrojtur konsumatorët. Çfarë bëri? Uli taksat her pas here, taksat mbi konsumatorët, duke i quar për konsumimin e energjisë, duke i quar në 0.5%, që është minimumi më i ulur i pranuar nga komuniteti evropian. Nga ana tjetër, vuri limit mbi fitimin dhe spekulimin e atyre që ishin shitjet e energjisë, sidomos të lidhura me rritjen e gazit, e çmimit të gazit. Ndaj, në fakt, është ajo, nga kjo anë ka qenë vendi që ka çuar përpara politika krejt e ndryshme nga komuniteti evropian, por pa patur parasysh mbrojtjen e strukturave energjetike nga ana kibernetike, do të thosha. Emanuela, ti po thua që energjia diellore nuk është as pak, domethënë, nuk është shkaktari, por dyshohet tek sulmet kibernetike. Nëse janë sulmet kibernetike, cilat mund të jenë arsyet dhe nga kush mund të jenë shkaktuar? Pra pse duhet ky sulm kibernetik për të futur në blackout total Spanjën dhe Portugalinë? Cilat mund të jenë shkaqet e kësaj? Atëherë, duhet kujtoj diçka. Në qoftë se kam kuptuar mirë pyetjen tënde, përse duhet sulmohej Spanja apo Portugalia? Për sa i përket pjesës energjetike. Atëherë, si e thash më parë, në qoftë se do të gjendej kjo si shkak. E shikoj si shkakun më të thjesht për të arritur sulmin kibernetik është mënyra më e thjeshtë për të sulmuar një vend për ta vënë në tokë. Është diçka që ka ndodhur shumë më parë e të tjera. Ishin vende të thjeshta në fund fundit, si e thash më parë, për të sulmuar nga kjo pikë, sepse nuk kanë menaxhimin, si e thash më parë, janë në 50% të menaxhimit të kapacitetit të një krize kibernetike. Pra nuk e kanë gjendjen e duhur, po nëse do të flasim për Shqipërinë, mund të përsëritet kjo situatë e ngjashme, pra i kemi ne kushtet e duhura për të përballuar një sulm të tillë apo ndërprerje të tillë energjie? Absolutisht jo, do të kujtoja diçka. Shqipëria është në nivel akoma më të ulët. Për sa i përket pjesës ligjore, ligjin e kemi në rregull. Të adeguar me standardet europiane, me standardet, do thoja ndërkombëtare, po thoja më tepër ato perëndimore. Për sa i përket pastaj pjesës praktike, jo. Po jo vetëm Shqipëria, po dhe shumë vende të tjera. Nuk e kemi asetin të ndërtuar në atë mënyrë që të thash më përpara. Asete të ndara, të cilat janë të komunikueshme, por që funksionojnë në pavarësi nga ana tjetër. Pastaj menaxhimi i krizës. Menaxhim krize do të thotë që të gjithë
duhet të ketë figura standarde që janë figura të kërkuara me ligj, të formuara, në mënyrë që në një moment krize të jenë të gatshëm të menaxhojnë në atë mënyrë piramidale një komunikim dhe një ndërhyrje sa më të shpejtë. Do të kujtoja që hapësira kibernetike është e njohur tashmë si pjesa e katërt e konflikteve me ajrin, tokën, ujin. Mëpara ishin vetëm 3. Në vitet e fundit pjesa kibernetike është ajo që është zhvilluar shumë më tepër. Do të kujtoja që kemi ato që quhen edhe luftëtarët kibernetik, nga njëra anë apo nga ana tjetër, sulmuese apo mbrojtëse. Energjia në këtë moment, sidomos, si thash më parë me Ukrainën, Ukraina tregoi se në qoftë se neve kemi centrale të përqendruara, rënja e një centrali shkakton një blackout të rëndësishëm. Në Shqipëri kjo do të ishte thënë shumë e thjeshtë. Ne kemi energji të rinovueshme, po pa hyrë në këtë ditë në detaj, por kemi disa centrale. Në qoftë se sulmohet njëri central, atëherë sistemi një mjafton, sistemi energjetik në Shqipëri bie. Edhe çfarë ka ndodhur, çfarë ka nga ana ligjore, Komuniteti Evropian prej disa vitesh që kur filloi kjo konflikti Rusi-Ukrainë, ndryshoi legjislacioni për të gjetur zgjedhje kësaj problematike. Dhe solli si mundësi për t'i dhënë përgjigje dhe për t'i paraprirë një problematike të tjera atyre që quhen çer, domethënë mikrocentrale, atje ku janë për shembull kazermat ushtarake, spitalet apo strukturat qendrore duhet të krejnë centralet e tyre energjetike të pavarura, të lidhura me të kontrolluara sido qoftë nga në mënyrë qendrore, në mënyrë shtetërore, por që garantojnë pavarësinë e tyre. Kjo sidomos si thash. Emanuela, nëse do ndalemi tek zhvillimet gjeopolitike, si mund të ndikojnë në rritjen e kërcënimeve energjetike dhe si duhet të përgjigjet Europa, pra gjeopolitike në vendin tonë? Po, atëre, është vazhdimësia e asaj që po thoja më parë. Në rast neve Shqipëria ka diçka të mirë që ndodhet nga ana gjeografike në Europë, afër me Italinë e lidhur me detin, dhe ajo që është marrëveshja e fundit e bërë me Italinë mund ta çojë Shqipërinë të bëhet një qendër nyj e rëndësishme për stabilitetin energjetik. Jo vetëm të Shqipërisë, të Ballkanit, por edhe të Europës. Sepse Italia nga ana tjetër ka bërë të vetin, është nga të parat që e bëri të vetën nga ana praktike dhe e ktheu në një ligj të vetin atë që kërkoi Europa. Domethënë bashkëpunimin dhe krijimin e këtyre mikrocentraleve. Fakti që neve kemi një marrëveshje të tillë na lejon, mund ta shfrytëzojmë për të krijuar një farë aseti që e quan Shqipërinë si një vend kufitar me Italinë. Italia ka filluar këtë proces me Vatikanin. Çdo të thotë kjo, që në qoftë se ne krijojmë një strukturë komunikuese dhe vëmë në praktik atë që është ligji evropian nga njëra anë dhe marrëveshja e fundit midis dy vendeve që nuk është vënë në praktik, atëherë Shqipëria mund të formojë persona, individ, në atë që është qendra e ekselencës në Politeknikun e Terinës për energjinë, mund të krijojë dhe të përfitojë nga ajo që është eksperienca që Italia në këtë moment po e vën në terren, që është krijimi i mikrostrukturave, si për pjesën ushtarake, ashtu edhe për pjesën spitalore, që ka filluar tashmë, të përfitojë edhe nga mbrojtja kibernetike që drejtoria e sigurisë energjetike në Itali ka filluar çfarë procesin, dhe të përdor të njëjtin aset, sepse do të quhej në këtë rast shtet ndërkufitar. Është një ligj që ka hyrë në fuqi në kohë para pak vitesh, por tani po fillon, këtë vit ka filluar të vihet në praktik. Në këtë mënyrë është njësoj sikur do ishim një shtet në një farë mënyre gjam në një farë komuniteti evropian, por në këtë trajt aktiv me Italinë. Nga ana tjetër, si e thash më parë, duhet që qeveria shqiptare të jetë dhe gatshme që të bëhet pjesë aktive e këtyre ndërhyrjeve që Italia i ka vënë gjatë në lëvizje. Në këtë moment ka filluar, si e thash më parë, lëvizja dhe ndërtimi i teknologjive për ato që janë akumulimi
është një pikë tjetër e rëndësishme, akumulimi i energjisë. Ç'do të thotë kjo? Janë krijimi i fabrikave për ndërtimin e baterive që akumulojnë energjinë. Kjo është një kërkesë tjetër e Bashkimit Evropian dhe është një pikë që Shqipëria është e detyruar nga ana energjetike ta vëjë në proces në mënyrë që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Në këto, sidomos në gjatë periudhës të tanishme të fushatës elektorale, flitet jashtëmarrëse për hyrjen e Shqipërisë në Komunitetin Evropian, por hyrja në Komunitetin Evropian kërkon dhe ka disa kërkesa. Pikë e rëndësishme është kjo e energjisë. Në qoftë se ne duam dhe kemi mundësinë, në qoftë se qeveria shqiptare, kushdo që do të vinë në pushtet, të bëhet receptiv për këtë kërkesë dhe për këtë ndihmë që Italia e ka shprehur dhe mund t'ja japi Shqipërisë, do i kthejnë të Shqipërinë në një vend që i ka të gjithë parametrat e adeguara për të qenë stabil nga ana e vet, por nga ana tjetër dhe të shes energjinë, sepse nuk mund të shitet energjia pa parametra, pa u qëndruar parametrave të gjëra europiane, në qoftë se nuk janë këto standarde. Për të ndalur tek Shqipëria, Emanuela, dhe për ta përmbyllur intervistën, cila është thirrja juaj apo mesazh kundrejt institucioneve sa i përket edhe mbrojtjes nga sulmet kibernetike, por jo vetëm, ndoshta edhe në sulmi të mundshëm që të mos kemi dhe ne fatin e blackoutit total të Spanjës dhe Portugalisë? Përgjigjem thjesht dhe me pika. Në radhë të parë, formimi i personave në këtë fushë të rëndësishme, energjia dhe siguria energjetike. Politekniku i Torinos, që është dhe qendra ekselencës në bashkëpunim me Washingtonin dhe me gjithë komunitetin evropian, Ukrainë e të tëra, është gati dhe ka thënë po për thirrjen dhe formimin e ekspertëve në këto pika nga Shqipëria. Është gati dhe kjo prej muajsh. Nga ana tjetër, Italia është gati, si e thash dhe më parë, është e nevojshme që të krijohen fabrikat, që në Itali ekzistojnë gjë, është teknologji ndërkombëtare që është krijuar vetëm në Itali. Fabrikat e storage, në qoftë se do shikojnë nga ana ekonomike, me klorur natriumi, sepse ligji tjetër europian kërkon eliminimin e baterive dhe prodhimin e baterive me litium, sepse janë të djegshme, shkaktojnë shumë problematika. Kështu që po kërkohen zgjidhje të tjera dhe një nga këto janë fabrikat për krijimin e storage me klorur natriumi. Kjo do e vinte në parametrat evropiane dhe pa probleme të rëndësishme. Pjeka e tretë, krijimi atyre që quhen CHER, do me thënë qendra të prodhimit të energjisë në mënyrë të pavarur në ato që janë pikat strategjike, sidomos ushtria, spitalet apo qendra të tjera të rëndësishme. 3. Adeguimi i atyre që është parametrat dhe mbrojtja kibernetike e aseteve kibernetike në mënyrë që të jetë në kohë me përshpejtimet që janë. Për shembull, do sjell shembullin e Italisë. Italia është e vetmja që në këtë moment po përdor një teknologji mbrojtëse në nivel kibernetik, flasim për pjesën ushtarake dhe për pjesën spitalore, që quhet no touch. Është njësoj sikur pjesa e internetit, individ, një shoqëri, ushtria që vepron në nivel kibernetik, bëhet e padukshme. Është njësoj sikur të kemi një vel të padukshëm, nuk shikojmë që jemi brenda internetit, por vetëm ata që punojnë në të mund të shohin dhe të kenë akses në të dhenat. Është një teknologji që është vetëm në Itali në këtë moment dhe Italia, siç e thash më parë, është gati ta ndajë këtë me Shqipërinë dhe të përdorë të njëjti sistem që po ndërtohet këtu nga Drejtoria e Sigurisë Kibernetike, të ndërtohet në Shqipëri, në një bashkëpunim midis dy vendeve që do e bënte si Itali edhe Shqipërinë të qëndrueshme nga ana energjetike, të qëndrueshme nga ana kibernetike dhe asete të rëndësishme në atë që është ekuilibri ballkanik dhe europian, ashtu edhe ndërkombëtar. Sepse energjia, siç e pam dhe vetë ditët e fundit na treguan, është pjesa më fondamentale, është pjesë e mbrojtjes së një shteti. Emanuela, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Asgjë, faleminderit juve.
Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me Emanuela Dyrmishin, eksperte e sigurisë shtetërore, eksperte e menaxhimit të sigurisë kibernetike dhe eksperte e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe politikave ekonomike të Bashkimit Evropian për të diskutuar rreth shkaqeve të blackoutit total në Spanjë dhe Portugali dhe nëse rrezikohet Ballkani nga një sulm i tillë, nga një situatë e tillë e ngjashme me Spanjën. Kalojmë në një hapësirë publicitare.